flamurin aty, keni dhe i flamur verdh dhe blu këtu, i respektojnë për nevojat konjunkturale të lojës globale, ti e moderatori e gazetar provokon, manë qëndrim me atë, unë jam ushtar i çdo kujt në Kosovë që lufton për Shqipëni e për Kosovë. Krejt jem qashtu? Bukur shumë. Prandaj, unë kam qenë edhe shumë kritik i ashpër i Zotit Kurti dhe më kanë shpërlar ata të vetëvendosjes, se ata funksionojnë me bilbil. O do ta masakrojmë këtë, fillojnë gjithë. Ose do ta lëvdojmë këtë, edhe hudhen gjithë, sepse janë rresh për një. Albin Kurti do të ketë gjithë suportin tonë për sa kohë. Qonë zbaton rendin në veri, ndalon grupe terroriste, për sa kohë ndalon Zajednicën dhe projektin Republika Srpska në zemër të Kosovës, dhe për sa kohë qëndron brenda parimeve. Ndahemi pastaj ideologjikisht për sa i përket doktrinës politike, kjo është pjesë tjetër që... Po për Dejona Mehalin, çka mendon që është në partitë... Cila është kjo zonja? Dejona Mehalin është... Zonja që mban lidhjet me Greqinë e kjo fjalën. Nuk e di, unë... Jo, më flitet Kosovë gjithandaj kështu si ti, po ajo ka pozitë shumë të lartë në lëvizjen vetëvendosje. Duhet kemi parasysh diçka, dashur. Greqia nuk është armike e shqiptarëve. Greqia është një shtet fqinj me të cilin ne duhet kemi marrëdhënie të shkëlqyera, dhe me çdo fqinj ne duhet kemi marrëdhënie të shkëlqyera. Ne nuk kemi marrëdhënie të mira me psikopetërit e Greqisë, me ata që shohin ëndra me asociacion të komunave greke në jug të Shqipërisë, me ata që shpikin varreza greke në jug të Shqipërisë, aty ku nuk ka grek, me ata që duan vorëpir, ata që kanë pretendime për ndryshe, kalohet bukur në darkat dhe në buzuqet e Greqisë, ata këndojnë bukur. Ata kërcejnë bukur dhe thyen pjata bukur, sepse janë arvanitas, janë qiflisi puna jonë. Ndoshta ka historia ka bërë vetëm, për këtë arsye, ne nuk e konceptojmë Greqinë armike. Pse po thu për Dejonën? Nuk thash unë, ju më pyetët për Dejonën. Mua më kanë pyetur shumë vëllezër nga Kosova. Unë jam live natë për natë, pothuajse te kanali Kreshnik Osmani në YouTube. Më ndjekin shumë nga Kosova dhe natë për natë mua më bëjnë një pyetje. Unë thash çka janë këta që më pyesin për Dejonën? Cilën pyetje? Për këtë prapë, të njëjtën pyetje që më bën ti. Çfarë mendimi keni për Dejona Mihalin, po si mund të kemi një mendim për të? Unë fakt nuk e njoh zonjën, e di që është afër me Greqinë, dhe i kam thënë miqve nga Kosova në momentin më të parë që do të atakoj zotin Kurti, pyetja e parë do të jetë kush është zonja Dejona Mihali? Çka bën në partinë tënde? Po pra, unë do ta pyes dhe zoti Kurti. Dikush thotë se unë nuk guxoj me paragjikuar ose me akuzuar. Absolutisht. Por kështu prej shkrimeve me sa kam lexuar, dikush thotë që është kinse drejtoreshe e kujt? E marrëdhënia. Po dhe, aty brenda diçka vetët. Nuk e njoh. Një farë shiku e vogël aty brenda partitë. Nuk e njoh, ju mund ta njihni, unë ju a thash, unë nuk jam humorist, unë flas vetëm prej shkrimeve komposta ose një. Bukur, as unë nuk e njoh zonjën, e kam dëgjuar, më bëjnë vëllezërit nga Kosova natë për natë njëjtën pyetje. Se tash janë pushtet mund me na bëu akuzë. Jo, unë i kam thënë, sapo ta takoj për herë të parë, zotin Kurti do ta pyes për zonjën, do të ju kthej përgjigje, cili është përshtypja e tij, sepse unë nuk e njoh zonjën. Para se me kalu te kryeministri i Romës, e akuzum shumë, 2 fjalë për lëvizjen Atdheu. Parti e djathtë konservatore, anti-establishment, e cila qëndron në statusin stand-by kundër klasës së vjetër politike, të themeluar nga Ramiz Alia në 1991, me partitë PSPD dhe gjithë derivatet e tyre që erdhën nga Partia e Punës së Shqipërisë, të themeluar... Pra ti po thuaj krejt Ramiz Alia i ka themeluar? Unë mendoj që establishmenti politik në Tiranë prej 1991 i ka ardhur data e skadencës, ka nevojë për lëvizje dhe parti të reja politike, të cilat i japin fund sundimit 80 vjeçar të kësaj klase politike, të themeluar 1941 nga Dushan Mugosha dhe Popovici. Partia Komuniste e Shqipërisë u transferua në Parti të Punës së Shqipërisë, u transferua në Parti Socialiste dhe në Parti Demokratike dhe në 4-5 parti të tjera, drejtuara nga Skënder Gjenushi, Sabri Godo, Ndjes Past dhe disa të tjerë. Unë mendoj që ata kanë bërë disa gjëra të mira për Shqipërinë, nuk mund t'ja mohojmë gjitha, por i kanë bërë Shqipërisë më shumë dëm se sa të mira. Ndaj ka ardhur fundi i tyre dhe me riformatimin e botës shqiptarët duhet të riformatojnë dhe klasën e tyre politike. Jemi të djathtë, jemi konservatorë, jemi pro-kombit, Atdheut, nuk jemi ksenofob,
nuk jemi nacionalist të cilët urrejnë të tjerët, jemi nacionalist të cilët duan vendin e vetë, nuk urrejnë të tjerët, nuk jemi ksenofob, jemi kundër agendave woke, jemi kundër agendave të majtës liberale për shpërfytyrimin e indit dhe të themeleve, fondamenteve të familjes, kombit, zotit, shteti vogël, kapitalizmi, puna, djersa, meritokracia, ekonomia e tregut, respekti për punën, për djersën dhe kundër fjalës falas. Kjo është programi i Ky është në pika të përgjithshme. Pra, ne jemi në tërsinë e madhe, ne jemi fjala që ne urrejmë shumë është anti-establishment, po. Fjala falas është fjala më e shëmtuar në botë. Falas. Fjala falas është më e shëmtuar. Fjala më e E shëmtuar. bukur kjo, shumë e mirë. Po. E djathta Në kështu mendon. një botë kapitaliste fjala falas s'ka kuptim. Ne mendojmë që është demagogji kjo pjesa komuniste, gjithë do jetojnë bashkë, gjithë do jetojnë të lumtur, gjithë do të kanë një lloj, gjithë do të jetojnë një lloj. S'ka më socializëm. Jo, Kur vendi më i fortë bëhet ka kapitalizëm, ne jemi për kapitalizmin humanist, meritokraci, djers, punë dhe kujdes për ata që janë të pafuqishëm, që i ka lënë Zoti të pafuqishëm, për arsyet që i di ai, jo për ata që s'duan të punojnë dhe janë dembel. Po thu Zoti ti je besimtar i fuqishëm, Ku ka